Ka përfunduar mbledhja e thirrur nga kryeprokurori i SPA Klodian Braoj, e cila nisi në orën 8:30 të mëngjesit të sotëm. Takimi u zhvillua me trupën prej 19 prokurorësh të posaçëm, dhe shënon një nga mbledhjet e para drejtuese në mandatin e tij. Gjatë mbledhjes Brau u prezantua zyrtarisht me prokurorët, ndërsa bëri të ditura edhe lëvizjet e rëndësishme që kishte firmosur javën e kaluar në strukturën e SPAK. Ai emëroi shefat e 3 sektorëve kryesor: Vladimir Mara në kryet e hetimit të krimit të organizuar, Dorina Bejko përgjegjëse për hetimin e korrupsionit dhe Altin Dumani, shef të sektorit për marrëdhëniet juridiksionale me jashtë. Kryeprokurori i SPAK u ka kërkuar kolegëve të tij hetime më efikase dhe rezultate konkrete, veçanërisht për dosjet e vjetra dhe të mbartura ndër vite. Sipas Braus, këto çështje kanë krijuar një backlog që duhet adresuar sa më shpejt. Ai theksoi nevojën për rritje të performancës, bashkëpunim me sektorëve dhe për shpejtim të proceseve hetimore në mënyrë që SPAK të japë rezultate të prekshme në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.